Gjykata komerciale ka nxjerrë aktgjykimin e dytë në favor të bizneseve e kundër vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë për kalimin në tregun e hapur. Aktgjykimi i dytë sipas odës ekonomike urdhëron ZRE-n që të sjellë vendim administrativ me arsyetimin sepse po e nxjerr biznesin në tregun e lirë. Pas këtyre dy aktgjykimeve, edhe bizneset të tjera kanë nisur procedurat për të paditur zyrën e rregullatorit. Nga Oda Ekonomike e Kosovës thonë se dëmet nga dalja në tregun e lirë janë të mëdha për bizneset, për çka dhe kërkojnë që të pezullohet ky vendim. Sa i përket anëtarëve të odës, thuaj se shumica absolute tani veç i kanë dorëzuar nëpër gjykatë, mirë po edhe ata që janë anëtarë të odës jemi duke ju ndihmuar që me ushtru paditë qysh në fillim të javës tashme për shkak se gjykata brenda 10 dite e ka obligim që me sjell masën e jashtëzakonshme, që qëllimi është që të gjitha bizneset të trajtohen një trajshëm, në mënyrë të unifikuar, të mos ketë dallime, disa të mesin me shpim të rregullum, disa të mesin në tregun e lirë. Të mërkurën, Oda Ekonomike i është drejtuar edhe qeverisë së Kosovës që me urgjencë të shqyrtojë shtyrjen e vendimit për kalimin në tregun e hapur energjetik. Kemi drejtuar drejt për drejt kryeministrit Kurti, që për shkak rrethonave globale që kanë ndodhur këtë javën e fundit, është një arsye më e fortë dhe shtesë që me pezullu daljen e bizneseve në tregun e lirë. Në lidhje me liberalizimin e tregut të energjisë kanë reaguar sërish edhe nga Oda Ekonomike amerikane. Vazhdimi i zbatimit të masave të liberalizimit nga ana e ZRE-s, derisa 2 kompani aktualisht përfitojnë nga pezullimet e urdhëruara nga gjykatat e të tjerat mbeten në pritje të aktvendimeve gjyqësore ose nisjes së procedurave ligjore, krijon një mjedis të pasigurisë juridike dhe të diskriminimit ekonomik. Nga Lanca Kosovare e bizneseve thonë se kalimi në tregun e lirë duhet të bëhet në mënyrë graduale vetëm pasi të përgatiten bizneset. Kemi bërë një zë kundërshtues ndaj ZRE-s ku avancon pozitën e një kompanie dhe disavancon pozitën e 1300 kompanive dhe 143.000 punëtorëve, dhe ne vlerësojmë që tregu i lirë është mundësi e mirë, por jo në formën në cilën ZRE-ja ka marrë vendim. Ne do duhet që në mënyrë graduale të kalojmë në tregun e lirë. Një pjesë e bizneseve të mëdha në vend tashmë kanë lidhur marrëveshje me operator privat për kalimin në tregun e lirë energjetik. Pavarësisht zhvillimeve që mund të çojnë ose jo drejt pezullimit të vendimit të ZRE-s, ato do të vazhdojnë të furnizohen nga operatorët privat.